Djali që u ringjall si vajzë, historia e Luanës që po trondit Shqipërinë. Në rrjetet sociale po shpërndahet me shpejtësi historia e një vajze që dikur ishte djalë, një histori që ka prekur, tronditur dhe ndar opinionin publik shqiptar. Ajo quhet Luana dhe me vetëm disa fjalë i vuri zjarin internetit: "Jam vajzë, djali që isha ka vdekur për mua." Deklarata e saj u bë virale në pak orë, duke ndezur debate të forta në çdo platformë online. Por kush është Luana dhe si arriti të përmbys tabut më të forta të shoqërisë shqiptare? Nga djali përmbajtur në vajzë të lirë, Luana ka treguar se për shumë vite ka jetuar në një trup që nuk e ndjente si të vetin. Ishte djalë në sy të botës, por ndryshe në shpirt. Në një intervistë, ajo rrëfeu me sinqeritet se ndjenja për të qenë vajzë përgosur në trupin e një djali e ka shoqëruar që në fëmijëri e ndjeja që isha ndryshe, por në Shqipëri zgudzon ta thuash: "Sot nuk kam më frikë, unë jam ajo që gjithmonë kam qenë, vajzë." Ky moment rrëfimi është konsideruar si një nga deklaratat më të forta të një personi tranzicionor në vendin tonë. Transformimi që tronditi rrjetin. Luana nisi tranzicionin e saj hapasapi me ndërhyrje estetike, ndryshim pamje dhe terapi hormonale. Ajo krijoi figurën që e përfaqëson sot. Në profilin e saj në Instagram shfaqet me vetbesim, veshje femërore, buzëqeshje të plotë dhe një qëndrim që thot: "Jam e lirë." Por përtej pamjes ajo rrëfen një betejë shpirtërore të thellë. "Kam qarë ne të tëra, kam humbur miq, kam përballuar tallje, por kam fituar diçka shumë më të madhe, vetveten." Reagimet që ndan Shqipërinë në dysh. Publiku shqiptar u nda menjëherë në dy fronte. Një pjesë e mbështetësve e përgëzuan për guximin dhe për faktin që po çan barierat e frikës dhe turpit. Të tjerë më konservatore sulmuan në rrjete duke i quajtur provokim apo gabim të natyrës. Në komente lexohen fjali të forta, por edhe mesazhe ngushëllimi dhe mbështetje. Një koment që u bë viral thoshte: "Mund të mos e kuptoj, por e admiroj. Duhet shumë zemër për të qenë vetvetja në këtë vend." Mesazhi i saj që po frymëzon të rinjt. Në fund të intervistës, Luana lëshoi një mesazh që shumë e kanë shpërndar si citat: "Mos keni frikë të jeni ndryshe, bukura e jetës është të jesh i vërtet me veten." Sot ajo vazhdon të postoj mesazhe motivuese dhe video që flasin për pranimin, respektin dhe dashurinë ndaj vetvetes.